Në për rrugët e qytetit të Prishtinës, qytetarët largohen nga marketet me qese për gjysmë të mbushura. Jo sepse raftet janë bosh, por sepse buxhetet e tyre nuk e përballojnë barën e ngritjes së çmimeve. Qytetarët e intervistuar thonë se rritja vazhdueshme e kostos së jetës po prek gjithçka, por më së shumti ushqimin bazë. Çmimet janë shumë shtrejta. Nuk po na jetë para në kulet edhe as ushqimi s'po mundem më vles sa po na duhen. Se nuk kem buxhet, nuk kem të ardhurna. Çmimet nuk janë në rregull. Kush nuk e din, unë shumë e kote po të çdo ditë çmimet në rrojë. Edhe që një artikull se në merë, dy ditë një çmim ja ta shtrejtua. Ushqimi është shtrejt, në përgjithësi, jo këto gjona tjera nuk janë shtrejt, ushqimi është shumë shtrejt. Për ata dhe ka probleme në popullat, se gjitha të holla që e marrin duhet piqu për ushqim. Nga qytetarët e thjesht tek organizatat që mbrojnë të drejtat e konsumatorëve, shqetësimi është i përbashkët. Të gjitha çmimet në Republikën e Kosovës janë të ponderuara, janë të stërngritura, të stërmbushura, të tepruara, janë të manipuluara dhe ka trajta spekulative. Këto çmime e pengojnë jashtëzakonisht shumë edhe prodhimin vendor. Sepse prodhimi vendor duke u përpjekur të ndjek këto çmime të ngritura, e humb lojën, e humb hapin në garën ekonomike. Dhe në së këndemi, ne vazhdojmë të kemi 90% importe, mbi 90%, dhe vetëm 10% prodhime. Do të duhet të ishte e kundërta. Sipas tij, asnjë qeveri deri më tani nuk e ka vendosur qytetarin konsumator në qendër të politikave publike. Asnjëra parti nuk na ka marrë parasysh. Domethënë, gjëja e parë që duhet ta bëj partia aktualisht në pushtet, qoftë edhe dorëheqje, ta njohë qytetarin konsumator. Kjo është e para. E dyta, ta krijoj tregun. E treta, zbatueshmërinë e ligjeve nga -40 ta sjell ta ngrisë në nivel në +100. Këto do të ishin 3 detyrat kryesore, nëse do të din, nëse do të di, nëse do të mundet ta bëjë qeveria. Ndërkohë, të dhënat më të fundit nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se çmimet e konsumit në Kosovë rritën për 3% për muajin prill 2025, krahasuar me prillin e vitit të kaluar. Sipas ASK-s, rritjet më të larta janë shënuar te kafeja, çaji, vajrat, mishi, energjia elektrike, produktet e qumshtit dhe vezët. Krahasuar me muajin mars, çmimet u rritën për 0.2%. Ndërkohë, karburantët kanë pësuar ulje.